Si një rikthim në vitet e Covid-19, Emmanuel Macron u shfaq në ekrane këtë të mërkur, veshur me zeza për një fjalim solemn, ku ju drejtua francezëve dhe europianëve, të cilët janë të shqetësuar ligjërisht për afrimin midis SBA-ve dhe Rusisë që po ndodh në dëm të Ukrainës. Një ndryshim që po i shtyn europianët në një epokë të re, thot ai. Nëse Amerika e Donald Trump është ende aleati ynë, Rusia është bërë një kërcënim për Europën dhe agresiviteti i saj, duket se nuk njeh asnjë kufi, gjykon ai. Përballë kësaj bote të rrezikshme, të mbetesh spektator do të ishte çmenduri, paralajmëroi presidenti në një fjalim serioz që zgjati rreth 15 minuta. Presidenti Emmanuel Macron ka thënë se do të zhvillojë bisedime me aleatët se si armët bërthamore të Francës mund të mbrojnë Europën, ndërsa kontinenti rrit përpjekjet për të mbrojtur kundër një Rusie të guximshme. Në fjalimin televiziv, Macron ju përgjigj thirrjes së kancelarit në pritje të Gjermanisë, Friedrich Merz, nëse Franca dhe Britania e Madhe do të ishin të gatshme të bënin një reformë të ndarjes bërthamore, nëse SBA do të bëhej një partner më pak i besueshëm. Parandalimi ynë bërthamor na mbron, është e plot, sovrane dhe tërësisht franceze, tha Macron. Megjithatë, në përgjigje të thirrjes historike të kancelares së ardhshme gjermane, kam vendosur të hap debatin strategjik për mbrojtjen e aleatëve tan kontinental europian përmes parandalimit ton. Çështja ka të ngjarë të dalë në një samit urgjent të liderëve të BE-s në Bruksel të njëjtën, i cili do të fokusohet në mënyrat e reja të financimit të shpenzimeve europiane të mbrojtjes, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump i bën presion Ukrainës që të arrijë një marrëveshje paqeje me Rusinë. Administrata Trump ka sinjalizuar se SBA nuk dëshiron më të jetë garantuesi i sigurisë për Europën përmes NATO-s, edhe në vend të kësaj duket se ka ndërmend të sigurojë një marrëdhënie më të ngushtë me Rusinë. Përmbysja e aleancës transatlantike nga Trump ka tronditur vendet europiane që kanë frikë se Rusia do të paraqesë një rrezik afatgjat për Ukrainën dhe tërë kontinentin. Si përgjigje, Europa po përgatit disa hapa të ndryshëm për fshirë lehtësimin e rregullave të deficitit BE-s që kanë penguar shpenzimet më të larta për mbrojtjen dhe duke futur bashkëpunim të përforcuar rajonal në zhvillimin dhe blerjen e armëve. Në lidhje me idenë që Franca të zgjerojë mburojën e saj bërthamore te aleatët e saj europian, Macron u përpoq të theksojë se çdo vendim për përdorimin e armëve ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë në duar të presidentit Republikës. Në doktrinën e saj bërthamore, Franca ka treguar se interesat jetike që urdhërojnë përdorimin e armëve kanë një dimension europian, por nuk ka specifikuar kurrë se si, në mënyrë që të ruhet pas siguria e nevojshme për një frikësim efektiv. Arsenali bërthamor i Francës është shumë i vogël se ai i SBA-s dhe prandaj nuk mund të ofrojë të njëjti nivel sigurie për Europën siç bën Amerika. Franca gjithashtu është e paimagjinueshme të ofrojë të njëjtat rregullime që ka vendosur SBA në marrëveshjen e ndarjes bërthamore, që është një pjesë e rëndësishme e frikësimit të NATO-s. Ky akord lejon disa nga anëtarët europian të NATO-s, si Gjermania dhe Italia, të mbajnë armë bërthamore të SBA-s në territorin e tyre dhe të ruajnë avion luftarak të aftë të transportojnë ato. Megjithatë, Macron ka mbrojtur prej kohësh idenë e një Europe më të fuqishme që nuk mbështetet në sigurinë e SBA-s. E ardhmja e Europës nuk duhet vendoset në Washington ose Moskë, tha ai. Unë dua të besoj se SBA do të mbeten pranë nesh, por ne duhet jemi gati nëse kjo nuk do të ndodhë. Macron tha se buxhetet ushtarake europiane do duhet të rriten për të përballuar sfida të reja, duke sjellë zgjedhje të vështira për shpenzimet publike. Këto do të jenë investime të reja që kërkojnë mobilizimin e fondeve private, përveç fondeve publike, pa rritur taksat. Për të arritur këtë do të nevojiten reforma, zgjedhje dhe kuraj, shtoi ai.